është i rëndësishëm edhe nga shkaku që paralajmëron një valë të madhe investimesh në infrastrukturë të përkrahura nga qeveria Maqedonisë së Veriut, që për këtë vit, për tetovën, do të jetë një vlerë diku rreth 15 milion euro, dhe që një pjesë e madhe janë të parapara në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Sa i përket projektit në fjalë, bëhet fjalë për një projekt gati 1.1 milion euro, që përfshin një trase të rrugës në formatin e bulevardit prej diku rreth 700 metra gjatësi dhe me gjithë infrastrukturën përcjellëse, kanalizimin atmosferik, kanalizimin fekal, ujësjellës, ndriçim, gjelbrim me trotuare, pra një infrastrukturë moderne, një projekt shembull për komunën e Tetovës dhe për rajonin e Pollogut dhe më gjerë. Prandaj edhe një herë kam kënaqësinë që sot tetovarëve dhe gjithë atyre që do ta shfrytëzojnë këtë segment të bulevardit t'ju uroj dhe t'i përgëzoj dhe sigurisht që të premtojmë që në vazhdim të mandatit tonë do të realizojmë shumë projekte të tilla.